Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi, Radio Malizi, Pak Kufi. Programi i përbashkët me zhvillimet që tejkalojnë kufinë shtetëror. Pak Kufi. Përshëndetje miq të emisionit Pak Kufi, mirë se vini edhe në një takim të përbashkët të serviceve publike, Radio Shkupit, Radio Tiranës, Radio Kosovës dhe Radio Malizi. Unë jam Memdali Sufi, sot është e njëjtë 5 shkurt. Tema që do trajtojmë është kriza botërore energjetike dhe ndikimi në vendin tonë. I ftuar në Radio Shkup është analisti Nefail Emini, doktorant këtu në Universitetin e Evropës Juglindore. Nefail, mirë se erdhe në Pak Kufi. Faleminderit për ftesën. Gjithsesi jemi të privilegjuar, bëjmë lidhjen e parë edhe me Radio Shkupin, me Radio Tiranën. Atje kolegu Jahomar Gjeka ka të ftuar Eduard Elezi, ekspert ekonomik. Ja u dëgjojmë. Po dëgjojmë, përshëndetje për ju me medalit ftuarin tuaj, përshëndetje për të gjithë dëgjuesit tanë, për kolegët në studiot e tjera, siç thatë edhe ju, unë këtu jam në studio tani me zotin Eduard Elezi, eksperti energjetikës. Zoti Elezi, faleminderit shumë që erdhët në Pak Kufi sot. Faleminderit për ftesën, faleminderit edhe Radio Shkupit dhe të ftuarit që ka në këtë emision. Faleminderit. Po me medali. Ja, faleminderit edhe zotin Eduard Elezi. Pa mos humbur kohë shkojmë edhe në Kosovë me kolegen Mirvete Uka, është i ftuar Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. Përshëndetje Mirvete, përshëndetje edhe për të ftuarin tuaj. Përshëndetje me medali, përshëndetje edhe për të ftuarin tuaj dhe për Jahon e të ftuarin e tij po ashtu dhe për kolegët në Podgoris. Unë sigur e thatë edhe ju kam ftuar zotin Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. Zoti Rafuna, të falenderoj shumë për kohën dhe mirë se erdhën në studion tonë. Po, me medali? Po, mirë vete, falenderojmë edhe zotin Rafuna. Atëherë, po mos humbur shumë kohë, e bëjmë edhe paralajmërimin, kronikën nga Radio Malizi, sa ta kemi gati do t'ua përcjellim. Atëherës propozoj që këtu në Radio Shkup ta nisim debatin. Janë si thua disa tema aktuale në nivel botëror dhe unë propozova me kolegët që pikërisht këtë tema të shohim çfarë impakt mund të kenë në rajonin tonë, kriza botërore energjetike. Tashmë, si thua, është një komponent shumë e rëndësishëm që i determinon shumë procese politike, cila është sfida kryesore energjetike në botë dhe si ndikon kjo në rajonin tonë dhe një pikë dytë, ndoshta edhe ku keni bërë ju master, a rrezikohet një konflikt i ri në mesdhe, ku janë përfshirë dy shtete që kanë një impakt të rëndësishëm te ne, siç është Greqia dhe Turqia. Atëherë në fajle vazhdojmë me këto pikat, si thua, më neuralgjike, do të thonë që ka të bëjë me, nëse shohim në hartën botërore, gjithë ato që ndodhin aktuale, siç është rasti Venezuelës apo edhe ajo në Iran që ndodh, ka të bëjë me energjetikën ose ne pak e diskutojmë në situash në maqoni këtë çështje. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Besoj që dhe mendoj se çdo gjë lidhet me energjetikën dhe burimet energjetike. Nëse marrim parasysh Venezuela është shteti me rezervat më të mëdha të naftës në botë të provuara deri tani, ku llogaritet që prej 304 deri 306 miliard fuqi nafte, ku një fuqi nafte ka 159 litra naftë, domethënë tregon për fuqinë e jashtëzakonshme gjeopolitike dhe në tregun energjetik global që ka Venezuela. Është interesant fakti se nëse bëjmë një krahasim me vitin 2000 dhe vitin 2025 do të shohim se kemi një rritje shumë të madhe të shfrytëzimit të burimeve energjetike posaçërisht naftën. Derisa në vitin 2000 për ditë apo në ditë janë harxuar rreth 76 milion fuqi, kurse në vitin 2025 kjo shifër ka rrit prej 100 milion deri në 102 milion. Pra kemi një rritje prej 24 për 26 milion fuqi brenda 20 viteve, pra brenda 2 dekadave e gjysmë, nëse mund ta themi. Elementi tjetër që është më rëndësi ka të bëjë me rezervat e provuara deri më tani. Dhe sipas të dhënave deri më tani në botë kemi 1.77 trilion fuqi nafte. Dhe nëse bëjmë një krahasim në bazë të konsumit ditor dhe vjetor të vitit 2025, na kam ngelur edhe 37 vjet burime nafte. Po ashtu është edhe te gazi natyror, ku deri më tani kemi
të provuara gjithmonë, të provuara 200 trilion metër kub gaz natyror dhe sipas shpenzimeve vjetore të vitit 2025, atëherë gaz natyror në botë ka mbetur nga 53 deri në 55 vjet. Pra realisht ne po shkojmë drejt një krize të fuqishme energjetike ku bota ende nuk ka arritur që ta gjej një element i cili do ta zëvendësoj gazin dhe gazin natyror dhe naftën apo benzinën. Dhe kjo mendohet që i determinon këto ngjarje edhe të parashikueshme në nivel botror. Po është e vërtetë në strategjinë e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të vitit 2025 apo nëse mund ta thuajmë edhe doktrina Trump, një nga pikat kryesore është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta ruajnë dominimin energjetik global. Kjo do të kupton që Shtetet e Bashkuara do të janë faktorët të cilët do ta përcaktojnë tregun energjetik global që i jep një të ardhurat të jashtëzakonshme Shteteve të Bashkuara, por në anën tjetër burimet energjetike janë edhe levë gjeopolitike apo diplomatike edhe të presionit edhe të afrimit. Dhe Venezuela u rendit krah Kinës për shkak të embargove dhe sanksioneve që kishte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një të kohë me ndërhyrjen e Kinës në Venezuelë Kina hyri në thellësinë strategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shkeljes së doktrinës Monroe të vitit 1823. E njëjta gjë mund të themi se po ndodh edhe në Grenland. Pse është e rëndësishme Grenlanda? Po së rëndësisë gjeopolitike si një trekënsh dhe si një ishull më i madh në botë i cili gjendet në mes Amerikës së Veriore, Evropës dhe Rusisë, ai ka dhe rëndësi të jashtëzakonshme energjetike, ku sipas parashikimeve nën toka e Grenlandës përmban 28 deri në 31 miliard fuqi nafte dhe rreth 148 miliard trilion gaz natyror, të cilët priten që të zbulohen dhe të vërtetohen edhe në të ardhmen. Ta marrim edhe Iranin. Edhe Irani është në bazë të rezervave të naftës, Irani renditet në vendin e tretë në botë pas Venezuelës dhe Arabisë Saudite, ku llogaritet që ka nga 208 deri në 210 miliard fuqi nafte dhe në aspektin e gazit natyror në vendin e dytë pas Rusisë me 17% të rezervave totale të gazit natyror që janë të vërtetuara deri më tani. Dhe nëse e shohim hartën apo gjeopolitikën e botës se kujt në aspektin energjetik gjithmonë dhe kujt me kë është lidhur më shumë në aspektin energjetik, Irani do ta shohim se është lidhur me Kinën, ku sipas gjithë dokumentave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kina është rivalja dhe sfiduesja më e madhe e fuqisë dhe hegemonisë amerikane në botë. Dhe nga 3.5 milion fuqi nafte që prodhon Irani në ditë, nga 1.3 deri në 1.8 eksportohen drejt Kinës. Dhe çdo ndërhyrje e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit në mënyrë indirekte është edhe goditje kundër Kinës. Dhe një nga arsyet dhe një nga çështjet të cilat ka shoktuar edhe frikë në tregjet energjetike globale është edhe mundësia e mbylljes qoftë pjesshme apo totale të ngushticës së Hormuzit, pasi nëpërmes ngushticës së Hormuzit kalon 20 deri 30% të totalit të naftës ditore dhe 1/3 gazit natyror. Çfarë impakti mund sillte tani një ballafaqim Shtetet e Bashkuara të Amerikës Iran, sepse kemi lajme të fundit që thuhet se mund të arrihet në një kompromis me negociata me ndërmjetësimin e Turqisë, pikërisht për mos vim deri te kriza e madhe, sepse ndërhyrja aty eventualisht përfshin edhe shumë shtete në mënyrë drejt për drejt, mbase çështjen kurde prekën, futen në lojë dhe shumë aktorë tjerë. Dhe çfarë impakti mund të ketë kjo për vendin tonë, sepse jo rastësisht i shtrova pyetjen njënën me tjetrën, sepse edhe në mesdhe pritet që të krijohet një një sfidë shumë e rëndësishme mes Greqisë dhe Turqisë, pikërisht për gazin. Sjelljen nga ose si thuash prej Indie ku vjen ajo Gazprom ose ajo gaz përçuesi kanali. Po, nëse rikthehemi pas në histori marrë parasysh krizën energjetike të vitit 1973 që ndodhi pas luftës së tetorit, apo siç ndryshe njëjtë si lufta e Yom Kipurit mes Izraelit, Sirisë dhe Egjiptit, ku për shkak të mbështetjes që i dhanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe vende tjera evropiane, shtetet prodhuese të naftës të vendeve të Gjirit Persik vendosën një embargo të naftës. Dhe në atë kohë çmimet e naftës shkuan nga 300 deri në 400% rritje, pra nga $3 në rreth $12, e cila shkaktoi një tronditje të jashtëzakonshme në tregun energjetik global
por edhe në ekonominë botërore, ku si shembull Japonia në vitin 1973 humbi rreth 7% të GDP-s të saj shkaku i krizës energjetike. Dhe sipas gjithë parashikimeve tani, nëse kemi një luftë në shkallë të gjerë, atëherë ka mundësi që çmimet e naftës pra një fuqi të shkojnë nga 100 deri në $150, e cila do shkaktojë një tërmet të fuqishëm në ekonominë globale. Po nëse kemi një rast të një lufte të mund të themi të kontrolluar apo të limituar, si ndodhi në qershorin e vitit të kaluar, atëherë çmimet e naftës do shkojnë nga 4 deri në 5 deri në $5 rritje, që nuk do të ketë një ndikim shumë të madh në tregun energjetik global, por këto janë vetëm hipoteza. Atëherë pa mos humbur kohë shkojmë edhe në Tiranë, atje kolegu Jaho. Po, faleminderit, vazhdojmë bisedën këtu në studion e Radio Tiranës me të ftuarin tonë, zotin Eduard Delezi, eksperti energjetikës. Zoti Delezi, pra kolegët e filluan me një vështrim rreth situatës në botë të energjisë dhe realiteteve të ndryshme. Unë kam dëshirë ta filloj me ato se kush janë prodhuesit më të mëdhenj të energjisë këtu, jo në rajonin tonë, se do t'ju pyes pak më vonë, por në Europë. Atëherë, se u thatë mos përsërisim. Përshëndetje të gjithëve, por me qenë se po flasim për krizat e mundshme energjetike, atëherë me qenë se po flasim për krizat e mundshme energjetike, po themi që kriza më e mundshme ka qenë pjesa e luftës që po zhvillohet mes Rusisë dhe Ukrainës. Ajo solli një krizë energjetike në gjithë Europën, sepse furnizimet kryesore qoftë të landës së parë, ato produktet të gazit dhe produktet e naftës, të karburanteve, qoftë edhe të energjisë elektrike, vijnë nga vendet e lindjes. Rusia dhe Ukraina gjithashtu ka prodhues të energjisë elektrike goxhat fuqishëm me sistemin e prodhimit nuklear. Po të shohim në rajoni në vitet e luftës në mes Rusisë dhe Ukrainës ka pas një rritje të çmimeve. Çmimet nuk është se ne ndikohemi direkt tek çmimet e Europës, por meqense se jemi vende importuese, siç është Maqedonia, Shqipëria, Kosova dhe Malizi, atëherë normalisht që këto patën impakt drejt për drejt në atë që quhet pjesa e tarifave të energjisë elektrike dhe tarifave të karburanteve dhe tarifave të lëndëve të tjera energjetike në gjithë rajonin. Po kush është prodhuesi më i madh? Prodhues më të mëdhenj në energjisë në Europë, në shtetet europiane. Prodhues më të mëdhenj në Europë janë Gjermania, prodhues i madh është Anglia, janë të tjerë, po që nuk i përkasin tregut energjetik të Ballkanit. Po këtu më afër nesh. Më afër nesh është Kroaci, Sloveni, cilët kanë edhe centralë nuklear, gjithashtu dhe Bullgaria me Rumaninë. Edhe këto janë prodhues goxhat fuqishëm në gjithë rajonin. Dhe pothuajse i gjithë rajoni bazohet tek pjesa energjetike që këta prodhues emetojnë në sistem. Ne quhemi rajoni 7 energjetik, kështu që jemi të lidhur në sinkron me linja 400 kV në gjithë rajonin dhe kemi një sistem sinkron. Ankandet e kapaciteteve të linjave të transmetimit zhvillohen sot, është hapur zyra për gjithë rajonin në Malzi dhe gjithashtu kemi edhe një treg të përbashkët në pjesën e asaj që quhet rregullimi i gjithë sektorëve si tip rregullatori, sepse të gjithë vendet bazohen tek pjesa e bursës hungareze dhe ka secili vend ka bursat e tij, të cilat zhvillohen aty. Më afër, më shumë, domethënë që të kesh Slovenia, siç e thash, Sloveni, Kroaci prodhojnë më shumë nga rajoni jon. Kurse ne kam fjalën nga vendet e Ballkanit perëndimor, siç po na quajnë. Domethënë, duke se Bosnia është një ndër prodhuesit më të fuqishëm. Kroacia ka energji, ka edhe hidro dhe termo. Kështu që kemi edhe Bullgarinë, e cila ka prodhim nuklear. Vetëm në këto 6 vendet e Ballkanit perëndimor. Po, ne po shohim që të kemi një marrëdhënie tregu me Kosovën, kemi shumë marrëveshje për bashkëpunim në lidhje me tregun e energjisë elektrike. Gjithsesi kjo është situata dhe po përqohet gjithmonë sistemi i sigurisë për secilin vend, po shikon sistemin e sigurisë që të jenë të mbrojtur ndaj krizave
ndërkombëtare që mund të lindin për shkaqe të luftrave siç është ajo e Ukrainës, por edhe për shkaqe të tjera, të cilat janë shkaqet e rezervave natyrore edhe të produkteve të tjera cilat i shërben konsumatorit dhe shërben për zhvillimin e çdo shteti, çdo vendi në rajonin tonë. Të vim tek edhe një herë të qëndrojmë tek rajoni. Vendi ynë për shembull prodhon relativisht aq sa harxhon ose pak më pak i duhet të importoj më shumë se sa prodhon. Ose edhe Malizi, edhe Kosova. Ndërsa siç tham, Maqedonia e Veriut është relativisht e varur nga eksporti i energjisë. Si është situata konkretisht në Shqipëri? Shqipëria, siç e dini, ka gjithë prodhimin e ka energji të rinovueshme dhe prodhimi i saj është në masën 100% është nëpërmjet hidrove dhe tani kanë filluar dhe panelat diellore të cilat po funksionojnë. Biles është një statistik, po lexoja që në vitin 2030 Shqipëria mund të prodhonte 2500 megawatt nga energjia nga ky lloj. Energjia diellore, por problemi i vendeve tona është problemi i sistemeve që kemi. Ne kemi sisteme të vogla, sistemet energjetike po flasim, kemi probleme me prodhimin që nuk është prodhim bazik, që quhet prodhimi i termocentraleve, por ne kemi, duke pasur hidrën, ne kemi prodhim jo dinamik, jo ritmik, po e kemi prodhimin, njëherë prodhim shumë, njëherë prodhim pak. Kështu që varet tek prurjet që kanë, te rreshjet dhe prurjet që ka. Prurjet ujore. Kështu që Shqipëria duhet patjetër që të ketë një zhvillim në investime termocentralesh, që të kemi një energji bazë, gjithashtu edhe Kosova duhet të ketë një harmonizim me tregun shqiptar për prodhimin e energjisë elektrike, dhe Malizi po ashtu dhe Maqedonia. Malizi mbështetet kryesisht Kosova është 100% në termo, i mbështetur te termo të cilat prodhojnë energji elektrike nëpërmjet thëngillit, kështu që duhet patjetër të ketë një harmonizim hidrot e Shqipërisë me termot e Kosovës dhe të shërbejnë rajonit hidrot tona për energjia që quhet energjia e balancuese e sistemit. Në momentet që nuk kanë energji, normalisht që futen hidrot tona në prodhimin e energjisë dhe sistemi rri në vlerat dhe kuotat e shërbyeshme për qytetarin qoftë Malizi, qoftë Kosovës, qoftë edhe të Maqedonisë. Po nuk ka energji prodhim këtu në rajon, nga mund të furnizohen vendet tona? A jemi në një sistem pan-europian transmetimi? Ne jemi në sistem të transmetimit, sepse ne kemi linjat i gjithë rajoni 7 është në sistem të transmetimit. Energjia elektrike në rajonin 7 është e bollshme për të furnizuar gjithë rajonin. Problemi është me çfarë kostos domethënë është pjesa e tarifave të energjisë elektrike, me çfarë kostos bëhet kjo, sepse prodhimi i energjisë elektrike, qoftë edhe nga Rumania, qoftë edhe nga Bullgaria dhe Bosnia-Hercegovina dhe Kroacia, është i mjaftueshëm që të furnizohet i gjithë rajoni, sepse dhe rajoni ka prodhimin e tij. Me çfarë kam informacion unë, Maqedonia pjesën më të madhe të eksporteve që ka nëpërmjet Bullgarisë dhe gjithashtu ka shkëmbime të energjisë elektrike dhe me Kosovën. Me Shqipërinë është më e reduktuar në lidhje me këtë, sepse edhe Shqipëria pret që ta investojë një linjë katërshinëshe me Maqedoninë dhe të kemi dhe një marrëveshje tregu të përbashkët edhe me Maqedoninë, që në momentet që ka surpluse, Shqipëria mund ta furnizojë Maqedoninë me energji elektrike dhe gjithashtu mund të marrë energji. Kur jemi kufi, edhe diçka tjetër, sipas informacioneve, Kesh në këtë fillim viti ka arritur të shesë rreth 90.000 megawatt energji me një çmim mesatar 57.64 euro, duke gjeneruar mbi 1 milion euro. Si është situata momentalisht e prodhimit dhe e menaxhimit, sidomos e këtij realiteti relativisht të mirë pas një situate kështu që në fakt ne patëm edhe përmbytje dhe u detyruan edhe të hapen portat dhe shumë ujë të shkojë dëm pa u futur
pa u përkthyer në energji elektrike. Në lidhje me situatën hidrike, normalisht është ajo që ju thoni, ne kemi pas dhe përmbytje në zonat fushore të Shqipërisë, sepse normalisht ka pas një menaxhim ose një prurje të ujrave shumë të madhe, sidomos ne kemi një sistem i cili Komani dhe Vaudejes është shumë problematik, me qenë se kanë liçene bazene të vogla, kështu që prurjet e ardhura në prurjet anësore që ka Komani bën që të hapen portat e hidrocentraleve. Gjithsesi masat e asaj sigurisë së digave janë marrë, por prodhimi i energjisë elektrike nuk është marrë në maksimumin e duhur, sepse është prodhuar vetëm me Komanin dhe Vaudejes, duke mbajtur firzën të mbyllur për të akumuluar ujin që vite nga prurjet e dy lumeve, drinit të bardhë dhe drinit zi. Gjithashtu prodhimi i energjisë elektrike ka ose në momentet që Shqipëria ka surpluse, ka ujë me bollik, atëherë është edhe problem mënyra se si do ta prodhosh energjinë elektrike, sepse do të shifen kërkesat që ke për eksport, do të shifet konsumi vendas dhe që ti mos t'i shkaktosh devianca transmetimit, sepse po i shkaktove transmetimit deviancat energjetike, i hap probleme gjithë rajonit dhe të cilat janë kosto qoftë për Shqipërinë, po qoftë edhe për rajonin. Ndaj duhet një kujdes shumë i madh në mënyrën se si menaxhohen këto prurjet e mëdha. Gjithsesi Shqipëria është në raportin e kësaj që të ketë marrëveshje me gjithë rajonin, ka marrëveshje me Malnezi, ka marrëveshje me Kosovën dhe me Maqedoninë ka bashkëpunim. Bisedes me hollësisht për mundësitë e bashkëpunimit, komunikimit, të mirë menaxhimit të gjithë rrjeteve transmetuese të vendeve tona në një rrjet të përbashkët. Faleminderit zoti Elezi për këtë pjesë në Pakufi dhe shkojmë tek kolegët. Po, me medali. Po, faleminderit. Ja, shkojmë pa mos humbur kohë te mirëvete. Po, me medali, do të vazhdojmë bisedën nga ajo që u tha deri më tani në studion e Radio Shkupit Tiranës dhe tani në Kosovë, me që kështu ishte radha sot. Zoti Rafuna në Shkup u fol më shumë për problemet e mëdha energjetike dhe politike në botë, në Tiranë kjo u afrua tek rajone dhe unë do doja më shumë të merrem me pjesën e problemit të Kosovës dhe ndikimit në biznes, cilën ju e njihni shumë mirë, po edhe me problemet të cilat energjetike të cilat i ka Kosova, shkaqet që na sollën në këtë gjendje dhe pastaj në pjesën tjetër mbas dhe mund të japim ndonjë ide se si mund të dalemi. Kryesisht varemi nga importi, diçka që ka një kosto jashtëzakonisht të lartë dhe që jeta e qytetarit pikërisht nisur nga kjo po bëhet gjithnjë më e vështirë. Si e shihni gjendjen energjetike në Kosovë? Gjendja energjetike në Kosovë nuk është stabile ta quajmë kështu. Kemi deklaratat e fundit nga zyrtarët e qeverisë Republikës Kosovës ku në këto 2 vite të ardhshme do të hyjmë në për riparim ose renovime, siç e quajnë ata. Ministri janë në detyrë djena paralajmëroi se do të ketë një krizë akoma më të madhe dhe kjo është diçka e frikshme për qytetarin që veç po e përjeton krizën. Po, shumë shqetësuese para për mungesë të mundshme të energjisë elektrike ose reduktimet që ne i patëm harru, tash po na kthehen prap. E dyta është shumë shqetësuese se importimi i energjisë elektrike rrit çmimin, edhe është paralajmëruar një ngritje e re e çmimit të energjisë elektrike përveç asaj që e kishëm në muajin prill të vitit të kaluar, ku ishte një ngritje prej 16.1%, ndërsa tani kërkohet 21%. Po, 21%, të shohim është në fazën e propozimit sa do të jetë, kjo do ta shkaktojë një inflacion të ri, do ta varfërojë qytetarën e Republikës Kosovës, për shkak se do të kemi rritje të çmimeve, jo vetëm të produkteve, po edhe të shërbimeve që i marrim, shërbimeve komunale të quajmë kështu, këtu te ne në Kosovë që i quajmë, po ashtu është shqetësuese se do të ulët edhe si them mundësia ose kapaciteti i konsumatorit. Këtë rasti qytetarit se nuk do ta ketë komoditetin që me mjetet ose shumën e mjeteve të cilën e pranojnë në baza mujore ta shpenzojnë të njëjtin që kanë shpenzuar më herët. Për shembull, ne kemi rastin e vitit të kaluar ku në Kosovë inflacioni në baza vjetore arriti në 3.9%, ndërsa në baza mujore në muajin dhjetor kaloi 5.3%. Pikërisht ka qenë ngritja e çmimit të energjisë elektrike që ka stimuluar rritjen e inflacionit këtu në Kosovë. Ki parasysh këtu që ne edhe si Kosovë importojmë shumë madhra dhe nuk e kemi valutën tonë, kështu që bashkë me importimin e madrave importojmë edhe inflacionin dhe rasti më i mirë ishte padyshim janë faktorë të jashtëm që ndikojnë në ngritjen e çmimeve dhe në rritjen e inflacionit, po
kur filloi lufta Rusi-Ukrainë, jo vetëm në Kosovë ose në vendet e Ballkanit Perëndimor, por në gjithë Evropën patëm një inflacion që arriti kulmin 2 shifror. Dhe ishte pikërisht çështja e energjisë elektrike, derisa tani Evropa këto vite të fundit ka investuar shumë në çështjen e energjisë për mu pavarësuar nga Rusia, sidomos Franca dhe Gjermania kanë bërë shumë, sidomos Franca në centralet e veta që i ka që prodhon energji elektrike për ta marrë dhe tash informatën e fundit si ode ekonomike prej kolegëve të industrisë në Gjermani që e kemi periudhën gjermane është që Franca ka filluar dhe me furnizuar dhe Gjermaninë me energji elektrike dhe ka ndikuar në që të kemi një rrëmje të inflacionit në krejt Evropën, po dhe të ne në Ballkan. Mirë po, mos investimin rrjet të ne në Kosovë, për shembull ne kemi edhe deklarimet e fundit që po konsumohet shumë energji elektrike, rrjeti sonë përballon. Mos pasja një termocentrali të ri që është duhet, që sa kohë është që më shumë se 15 vite që është planifikuar dhe e kishëm rastin e fundit ku me kontër globalin ishte para pa që ndërtohet një termocentral komplet i ri në Kosovë e re dhe u tërheq në momentin e fundit. Kështu që ne kemi met shumë brapa me gjetjen e burimeve të reja të ndërkohë që ai që ekziston është aq i vjetër sa që çdo ditë dëgjojmë lajme se rap ky blok, ai blok dhe e dim shumë mirë se riaktivizimi i bllokut ka një kosto jashtëzakonisht të lartë. Ka një kosto shumë të lartë dhe nga inxhinierët që kanë punuar ose që punojnë ato punëtorët dhe tregojnë se ato janë termocentrale që ndërtuar qysh në fillim të viteve 70 ose edhe në fund të 60-tave, ku ato vlerën e vetë kanë, si thonë, kanë përfunduar. Janë konsumuar dhe gjatësinë e tyre e kanë përfunduar. Madje janë planifikuar për një numër tjetër të popullatës, për një formë ndryshe të jetës, sot gjërat kanë ndryshuar, por sa i për këtë kapacitetit prodhues janë po ato termocentrali vjetër dhe me ato pajisje të vjetra të viteve 70 ne përpiqemi të furnizojmë popullsinë e Kosovës në vitin 2026 me aparatura tjera, me një teknologji ndryshe, me një jetë krejt ndryshe dhe pastaj detyrohemi të importojmë. Si nuk u bë e mundur? Ne i tham jo termocentralit, i tham jo gazit. Shiko, ne kemi pas edhe sfida si Kosovë për shkak se kemi qenë shumë gjatë në mbikëqyrje ndërkombëtare dhe më kujtohet shumë mirë ato vitet të para të viteve 2000 për shembull, kur kemi diskutuar me Bankën Botërore për ta ndërtuar një termocentral të ri. Banka Botërore ka qenë kategorik kundër, bile ka lobu edhe në për institucione tjera financiare, po edhe në për qeverit tjera të Bashkimit Evropian që mos mu leju mu bo, kinse për shkak ndotjes të ambientit. Por Gjermania i rifunksionalizoi termocentralet në kohën e pandemisë. Gjermania po, në kohën e pandemisë, por shumë interesant se edhe Polonia, edhe Bosnia, para pandemisë i ka ndërtuar termocentralet e tyre dhe sot prodhojnë. Plus asaj, sot ka mundësi filtera shumë të avancuar. Ka rrit teknologjia dhe nuk diskutohet më që është janë ndjotës e ambientit, por ne dihet që Kosova i ka bazenat më të mëdha të thëngjillit në Evropë dhe ne duhet ta shfrytëzojmë këtë thëngjell se nëse vazhdojmë kështu ne do t'i ruajmë thëngjillin, do t'i ruajmë bazenat, mirë po do të jemi të varur nga shtetet e rajonit, sidomos pari, nga shtetet e rajonit për të importuar energji elektrike dhe më pas për vendeve tjera. Unë i dëgjova me shumë kujdes edhe i përgëzoj 2 kolegë në 2 studiot e Tiranës dhe të Maqedonisë. Shikoni, Kosova ka edhe një problem të tjetër kur jemi te çështja e transmisionit, për shkak se me Serbinë nuk mund të pasjedhëm energjinë elektrike. Por ai vjen përmes shteteve tjera. Po tani e shohim sa kemi sfida, sidomos mas në tjere si bizneset në tregun e lirë, ku bizneset janë të detyruar të gjejnë furnizues të energjisë elektrike. Dhe energjia elektrike që mas shumë të tani vije përmes furnizuesve për të furnizuar bizneset është përmes linjës së malit të zi. Po çka ka ndodhur te mali i zi ka si një lloj monopoli, është para pagu, ta quajmë kështu në terma popullore ajo autostrada nëpërmjet të cilës se importojmë energjinë elektrike. Një pjesë e energjisë elektrike importohet përmes Alpexit, përmes Shqipërisë, që është një bashkëpunim i shkëlqyeshëm. Kush është prodhuesi? Importohet përmes Shqipërisë, po prodhuesi? Prodhuesit janë hidrocentralet e Shqipërisë faktikisht, që me sa e kum kuptuar janë ato që prodhojnë, mirë po sidoqoftë ato blehen në Alpex, që është krijuar një treg i përbashkët mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ka shumë dyshime për sido që tjetë po importohet me çmim më të ulët se sa me çmimin që po na vije prej malit të zi. Ndërsa edhe nga Maqedonia po me sasi më të vogël për shkak mundësive dhe kapaciteteve që i ka. Për mua është shqetësuese
se prodhimin që kemi në Kosovë nuk po arrim ta furnizojmë qytetarin, se për biznes siç e heq nuk u bisedohet, po qytetarin dhe për qytetarin për ta furnizuar pjesën e sistemat kërkesën më tepër se sa prodhimi që e kemi ne, po duhet me importu. Dhe e dyta është që se mbetet se si nuk u bën reforma në pjesën e energjisë alternative në të erës ose edhe në panelet solare. Sa i kemi mundësit ne të kalojmë në hidro, në solar dhe në energjitë e erës, me erë i kemi mundësit e kufizume sipas studimeve, janë vetëm 3-4 si them pjesë të Kosovës ku mund të përdoret ose mund të vendosen mullit për prodhimin e energjisë me erë, dyve që janë mbulu të shala e Bajgorës dhe të pjesa e Kamenicës, ta quajmë Anamoravës, Kamet dhe pjesa Suharekës, Prizrenit, po edhe një pjesë nëse nuk gaboj Kaxhakova, është mundësia për me vendos mullim me erë dhe me prodhu sipas vlerësimeve që në bënë një studim fizibilitetit që është bërë prej AFC-s dhe prej Bankës Botërore, ndërsa te panelet solare kemi me të peng duke mos i pas institucionet fuqi plote, që Kosova që një vit nuk ka qeveri dhe nuk funksionon për të bërë reforma, për shkak se nevojitet si them disa reforma për t'i leju investime në fusha solare, për t'i shtri fusha solare. Kemi shumë tokë që është e kategorisë 3-4, po që për shkak mos reforma nuk mund të mirët pëlqimi ose nuk mund të mirët në shfrytëzim për panele solare. Dhe çka është duke ndodhur? Sot bizneset nod antar ton e tregojnë dhe dëshmojnë se në investimin e panele solare kthimi është 20 vjet. Nëse nuk bëhen reforma të shpejta, kthimi do të jetë më i gjatë për shkak se në Maqedoni e Veriut dhe në Shqipëri janë bërë reforma aq të shpejta dhe janë vendos panele solare sa do të vi momenti kur ato do të kenë hiperprodhim. Dhe do të fillojnë me shitën në Kosovë me çmim shumë më të ulët se sa ne ta prodhojmë vetë. Dhe kështu që humbi interesimi dhe ka filluar që të humbi interesimi që në Kosovë të investohet në panele solare. Dhe ne do bëjmë sikur me termocentralen, nuk e ndërtuam termocentralin dhe po importojmë. Nuk do bëjmë solare, do importojmë përsëri. Mu më kujtohet apo zgjedhim ne kështu rrugën më të shkurtër me një Kosovë. Jo, është shumë shqetësuese. Se çështja e energjisë elektrike nuk është vetëm çështje e ekonomisë ose furnizimit të qytetarëve me energji elektrike, por çështje sigurisë kombëtare. Është çështje sigurisë kombëtare. Dhe mu më kujtohet në Trumpin kur ka qenë, kur në atë kohë zyrtarëve të qeverisë gjermane ju ke ligjërat se si kanë Gabuçi një lidh me Rusin përmes asaj linjës të famshme që ka qenë, që një botë të varur nga Rusia. Tani dhe Rusia do të menaxhojë me ju. E njëjta situatë është duke na ndodhur neve, edhe ne do të bëhemi të varur me gjithë respektin, bashkëpunimin e shkëlqyeshëm që e kemi, mirë po nuk guxojmë që të jemi të varur. Zotëria Huna do ta mbyllim këtë radhën dhe vazhdojmë pastaj me Medali. Po, nëse mund të vazhdojmë kronikën e Malizzi, po Miranda Guzina është shefuar inxhiniere elektrike, gazetare Albana Kurti Zečević. Përshëndetje të nderuar kolegë në studiot e Prishtinës, Tiranës dhe Shkupit. Përshëndetje edhe ju dëgjues të dashur. Edhe ne në studion e radios së Malit të Zi do të flasim mbi temën kriza energjetike botërore dhe impaktin në rajon, ku do të fokusohemi edhe në situatën e krijuar në vendin ton. Për të diskutuar për këtë temë në studio kemi Miranda Guzina, inxhiniere elektrike. Miranda, mirë se erdhët. Tani, a është kriza sotme energjetike po aq serioze sa ato të mëparshme të ngjajshme me të? Energjia është një nga shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik dhe social. Në vitet e fundit, bota është përballur me një krizë energjetike globale, e cila ka sjellë jo vetëm rritjen e çmimeve, mungesës së furnizimit dhe pasiguri për të ardhmen. Kjo krizë nuk ka prekur vetëm vendet e mëdha industriale, por edhe rajonin ton. Kriza energjetike botërore ka ardhur si pasojë disa faktorëve, siç janë rritja e kërkesës globale për energji, konfliktet gjeopolitike, luftrat, varësia nga lëndët fosile djegëse siç janë nafta, gazi dhe qymyri, ndryshimet klimaterike, thatësirat që ndikojnë mjaft në prodhimin e energjisë nga hidrocentralet. Pasojat e kësaj krize energjetike kanë qenë mjaft pasojë të ndjeshme, siç janë këto pasqyrohen, janë domethënë derivate të cilat pasqyrohen në rritjen e çmimeve të energjisë elektrike dhe të karburanteve, shkaktojnë rritje të kostos së jetesës për qytetarët, vështirësi për bizneset dhe industrinë dhe rrezik për ndërprerje të energjisë. Secila goditje botërore pa dyshim që ndikon edhe në rajon, apo jo? Impakti në rajonin tonë. Rajoni ynë varet shumë nga importi i energjisë.
dhe nga hidrocentrale, të cilët ndikohen shpesh nga kushtet klimaterike. Thatësirat kanë ulur prodhimin e energjisë, duke rritur nevojën për importe me çmime mjaft të larta. Si pasojë, kjo do çojë në rritjen e faturës energjisë për familjet, duke shtuar dhe shpenzimet shtetërore për subvencione, dhe gjithashtu do të rritet nevoja e domosdoshme për kursim energjie. Ndryshe nga vendet evropiane, Mali ka përceu me sukses krizën energjetike fal prodhimit të larmishëm vendas të energjisë elektrike nga burime të ndryshme, siç janë hidrocentrale, qymyr dhe termocentrale me erë. Kështu të paktën e kanë vlerësuar disa agjenci amerikane. Po si qëndron realisht situata? Ja si ka ndikuar kjo krizë në Malin e Zi. Mungesa dhe varësia nga importet e energjisë. Shkëputja e prodhimit elektrik nga burimet vendase për periudha të gjata, për shembull, ndërprerja e planifikuar e termocentralit të Plevlës për modernizim, krijoi një mungesë të konsiderueshme elektriciteti. Dhe për këtë arsye u desh që të merrej të kompensohej nëpërmjet importit. Përsëri, ky termocentral është vendosur në punë, mirë po ajo që kemi hasur, që ka hasur shteti i Malit Zi pas vendosjes sërish në punë të këtij termocentrali, është ndotja ekologjike e shumë e madhe, shumë e lartë e qytetit të Plevlës, dhe kemi pasur protesta të shumta lidhur me punën e tij. Ndërkohë, varësia nga importet në periudha me kapacitete të ulta, sidomos hidrologjia kur ka qenë e dobët, e bën Malin e Zi të ekspozuar ndaj luhatjeve të çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Duke marrë pra kështu një prodhim, duke u furnizuar me çmim shumë të lartë. Kompania Shtetërore e Energjisë ka vuajtur një periudhë kohe humbje të larta financiare për shkak të kostos së lartë të importit të energjisë krahasuar me çmimin me të cilin furnizon konsumatorët në vend. Është raportuar pra një rritje shumë e lartë e shpenzimeve, por siç kemi vënë dhe ne duke qenë se jemi banor që jetojmë në Malin e Zi, çmimi i faturave në Malin e Zi nuk ka pësuar rritje, dhe po kjo ka ndikuar, padyshim ka ndikuar në humbje të kompanisë shtetërore Elektroprivreda. Kriza energjetike botërore është një sfidë serioze, por edhe një mundësi për ndryshim, duke investuar në energji të pastër dhe duke përdorur burimet në mënyrë të zgjuar. Rajoni ynë mund të ndërtojë një të ardhme më të qëndrueshme dhe më të sigurt energjetikisht. Të falenderoj për këtë përmbledhje që na ke bërë, edhe një herë ju rikujtoj që në studion e Radios së Malit të Zi ishte inxhinierja elektrike Miranda Guzina. Të gjithë juve që qëndruat me ne ju dëshiroj fundjavë të këndshme. Nga Podgorica, Albana Kurti Zečević. Falenderojmë Albana Kurtin Zečević për këtë kronik. Të ftuar kishte Miranda Guzhinën, edhe ajo përmendi se çfarë mund të bëj sepse mvaremi shumë nga importi, u tha edhe në studion e Prishtinës dhe Tiranës. Atëherë Ballkani si nyje energjetike, ky bashkëpunimi rajonal si e sheti dhe impaktin atë që përmendëm më herët në Bezdej, mund të pritet një sfidë mes Turqisë dhe pikërisht për luftë për sfida bëhet për gazin natyror. Po, Mesdheu lindor gjatë gjithë historisë ka qenë një rënd shumë e rëndësishëm fal pozitës saj gjeografike, por pas ka hapjes së kanalit të Suezit e morë edhe një rëndësi shumë edhe më të madhe, dhe me zbulimin e burimeve energjetike, sidomos të gazit natyror, ky rajon mori një rëndësi edhe më të madhe dhe është bërë një nga arenat ku kemi përplasje të fuqishme të interesave gjeopolitike, jo vetëm shteteve të rajonit, por edhe fuqive tjera globale. Po, aty është Franca. Kemi pothuajse gjithë shtetet, është Rusia për shkak të ndikimeve energjetike, dhe sipas të dhënave të Institutit Amerikan Gjeologjik, nën toka e Mesdheut lindor ka dikon rreth 125 trilion metër kub gaz natyror dhe nga 1.5 deri në 2 miliard fuqi nafte. Dhe kjo ka bërë rajonin të jetë shumë interesuar në hulumtimin e mëtejshëm të këtyre burimeve energjetike, por në anën tjetër, siç përmendë edhe më herët, edhe fuqitë e mëdha
po ndërhyjnë fuqishëm për zhvillimet në rajon. Kjo për shkakun se në vitin 2009 Izraeli zbuloi fushën Tamar dhe në vitin 2010 zbuloi fushën e gazit naturor Levanthian, kurse në vitin 2011 Qipëroja zbuloi fushën Afrodita. Dhe një nga interesat e këtyre dy shteteve përfshi pastaj edhe Greqinë është ndërtimi i një tubacioni me qëllim dërgimin e këtij gazi natyror nga fushat drejt tregjeve ndërkombëtare, sidomos drejt tregjeve të Bashkimit Evropian. Dhe një rrugë, një pjesë shumë e rëndësishme dhe që kishte një kontest Greqisë dhe Shqipërisë, kalon nga ato ujrat që janë neutrale në marrëdhënie ndërkombëtare dhe mos u zgjeruar shumë këtu çfarë impact ka kjo në Ballkan dhe si e sheti bashkëpunimin, me që gjithë varemi domethënë nga importi, bashkëpunimin e këtyre shteteve të rajonit që të si thua shkryejmë gjëra alternative, energjia alternative vis-a-vis kësaj sfide të madhe dhe që godet xhepin e qytetarit. Kjo ka një ndikim shumë të madh duke marrë parasysh faktin se siç përmendë edhe më herët Greqia së bashku me Kiprën dhe Izraelin synuan të ndërtojnë një tubacion që quhet tubacioni EastMed, i cili kishte si qëllim dërgimin e gazit drejt tregjeve evropiane. Dhe ky tubacion kishte një kapacitet për 10 miliard metër kub gaz natyror në vit dhe me një qetësi për rreth 1900 kilometrash. Por këtë tubacion e kundërshtoi fuqishëm Turqia për shkak se ky tubacion synonte që ta shmangte Turqinë, kurse Turqia ka një pozitë dhe një rol shumë të rëndësishëm në tregun energjetik global si një shtetënie apo si një tani ndryshe në terminologjinë e gjeopolitikës as një hub country. Pra një shtetënie për kalimin e tubacioneve. Po pos kësaj në Ballkan kemi edhe shumë tubacione tjera dhe me kalimin e kohës, posaçërisht pas invazionit rus në Ukrainë, Ballkani po merret një rëndësi shumë të madhe për tregun energjetik global për shkakun se është rruga më e shkurtë dhe rruga e vetme nga e cila mund të kalojnë tubacionet nga Rusia, lindja e mesme, Azia qendrore, por edhe mes dhe lindor drejt Bashkimit Evropian. Një nga tubacionet është Turkish Stream, e cila sjell gazin natyror nga Rusia drejt tregjeve evropiane dhe me një kapacitet prej 31 miliard metër kub gaz natyror brenda vitit. Po ashtu kemi edhe tubacionin TAP apo TANAP që sjell gazin Azerbajxhan nga fusha Shah Deniz të Azerbajxhanit drejt Turqisë, Trans-Anatolian Pipeline, pastaj TANAP Trans-Adriatic Pipeline, pra tubacioni Trans-Adriatic dhe lidhet me Greqinë, Shqipërinë dhe Italinë, pastaj me qëllim final drejt tregjeve të Bashkimit Evropian. Po ashtu tani ka filluar të ndërtohet edhe një tubacion i ri, tubacioni Adriatico-Jonian, e cila lidh Shqipërinë, Malinezi dhe Kroacinë, e cila synon që këtë gaz natyror bregdetare. Po, këtë gaz natyror që vjen nga Azerbajxhani ta dërgoj drejt Kroacisë, pastaj drejt Evropës qendrore. Kohët e fundit kemi edhe një zhvillim shumë të rëndësishëm, ndërtimi i ndërlidhjes jugore, e cila do ta lidh Kroacinë me Bosnjë Hercegovinën për dërgimin e prej 1.5 deri në 3 miliard metër kub gaz natyror, e cila është një zhvillim i jashtëzakonshëm gjeopolitik në Ballkan dhe gjeoenergjetik, duke marrë parasysh se Bosnia Hercegovina është furnizuar me një tubacion i cili vinte nga Serbia dhe lidhej direkt me tubacionin dhe me gazin rus. Por pas presioneve të Shteteve të Bashkuara, po posaçërisht sekretari i departamentit për energjetik u mor personalisht që të fillojë ndërtimi i këtij tubacioni që të lidh Kroacinë dhe Bosnjë Hercegovinë, që shënon një hap të madh dhe të fuqishëm për të kufizuar influencën energjetike të Rusisë brenda Ballkanit, pasi që e dim se Rusia ka përdorur gazin dhe naftën si një mjet presioni të jashtëzakonshëm dhe politik, por është edhe një mjet të fuqishëm të presionit ekonomik. Si e sheh perspektive energjetike dhe bashkëpunimin e këtyre shteteve këtu që kemi Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malizi? Mundësia një bashkëpunimi është e mirë, por themi drejt nuk mbaret asgjë për këtyre shteteve, për shkak se asnjë për këtyre shteteve nuk ka burimet e veta energjetike dhe këto të gjithë janë të varura prej burimeve të ujit energjetike, siç është rasti i TAP-it, ku janë të varur prej gazit natyror Azerbajxhanës. Dhe ata duhet të konsultohen dhe të marrin leje për çdo lloj iniciative që mund ta ndërmarrin. Pasi që nëse do të kishin gazin e vet apo naftën e vet, atëherë ato do të arrinin një lloj bashkëpunimi dhe marrëveshje shumë më lehtë. Por bashkëpunimi mes tyre diktohet nga fuqi dhe shtete jo rajonale, të cilët janë jo vetëm të pasura me gaz natyror dhe naftë, por edhe shtete tjera si Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo fuqi tjera, të cilët kanë interesa të fuqishme energjetike në Ballkan, por edhe në botë. Dhe si jemi, domethënë, ka fundit, du t'ja lëm fjalën edhe Tiranës, ke diçka që nuk e potencuam, nuk e përmendëm, që është e rëndësishëm në fushën energjetike?
Po, këtu në Maqedoni, për shembull edhe në Kosovë. Po është një nga dështimet, nëse mund ta them, Maqedonia e Veriut është fakti se ajo nuk ka arritur që të jetë pjesë etapit. Pra tani ka një ndërlidhje, një tubacion i ri që do të fillojë nga Adrianopolis në Greqi drejt Maqedonisë së Veriut, e cila do të ketë një kapacitet prej 1.5 deri në 3 miliard metër kub gaz natyror në vit, pra do të lidhet me tubacionin etapit, por edhe gazin natyror që vjen në Greqi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra mund të themi se Maqedonia vendi ynë ka dështuar që të jetë pjesë e tregut energjetik global, kurse në anën tjetër Shqipëria ka arritur një ndikim të jashtëzakonshëm dhe një fuqi të jashtëzakonshme me tapin, për shkak se tapi ka lënë për Shqipëri. Pa, Shqipëria është bërë pjesë e hartës energjetike globale, kurse ne jo. Faleminderit. Ja. Po vazhdojmë këtu në Tiranë me zotin Eduard Delezi. E lam tek bashkëpunimi rajonal i shkëmbimit të energjisë. Okej. Ose po e bëjmë ndryshe pyetjen linjat e interkonjuksionit. Atëherë, siç edhe thash edhe në diskretin e parë, në atë që diskutuam në fillim, Shqipëria është pjesë e rajonit 7, e cila është në sinkron me gjithë vendet e Ballkanit me linja 400. Shqipëria ka linjë 400 kV me Malin e Zi, ka linjë 400 kV me Greqinë, ka linjë 400 kV edhe me Kosovën. Kështu që ne jemi në sistem sinkron me gjithë Ballkanin. Me Maqedoninë janë marrë iniciativa, janë marrë hapat e parë për investime. Shqipëria po investon krahun këtej nga Shqipëria për të lidhur me 400-shin edhe me Maqedoninë, por gjithsesi deri më sot nuk kemi një linjë të fuqishme 400 kV me Malin e Zi. Kështu që me Maqedoninë, më falni. Kështu që por energjia elektrike gjithsesi transmetohet në Maqedoni nëpërmjet Shqipërisë, sepse kemi linjën që ka Kosova me Maqedoninë dhe mund të shërbejmë me 400-shin nëpërmjet një unaze që ka Shqipëria me Kosovën. Kështu që pjesa e energjisë ose mungesa që kemi në vendet e rajonit Mali i Zi, Maqedonia dhe Kosova dhe Shqipëria është që ne bëjmë politika sociale me tarifat e energjisë elektrike. Kjo ka sjellë një problematikë shumë të madhe. Që do të thotë çmimet e energjisë elektrike që i shitet konsumatorit, qoftë familjar, qoftë edhe për bizneset, në 3 vendet është një çmim i cili nuk i përgjigjet tregut rajonal të energjisë elektrike. Ndaj duhet patjetër që të kemi një politikë më liberale, më të liberalizuar dhe tregjet mos jenë me tarifa të rregulluara, por tregjet të përgjigjen kohës në tarifat siç e ka në gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Kështu që ne duhet t'ia lejmë tregut me një rregullim, një vetrregullim ose me një, po, normalisht, sepse tregtarët e energjisë elektrike dhe prodhuesit e energjisë elektrike normalisht nuk preferojnë që të kenë një tarifë të caktuar, por preferojnë që të kenë një treg. Dhe bursat që janë hapur, qoftë Alpeksi, qoftë edhe bursat tjera që janë hapur në çdo shtet, kemi bursën serbe, bursën bullgare, bursën greke. Këto janë bursat të cilat thjesht sjellin ndikime të tarifave të energjisë elektrike në gjithë rajonin. Po të kishim një liberalizim dhe një bursë të përbashkët në gjithë rajonin, atëherë normalisht që edhe çmimet e energjisë elektrike duhet të ishin më të kontrolluara dhe duhet të ishin çmime jo abuzuese, se shumë vende kanë edhe problematikën e korrupsionit. Duke qenë kompani shtetërore, këto kompani kanë problematikë shumë të madhe në lidhje me atë që quhet abuzime me tarifat e energjisë elektrike, qoftë në blerje, qoftë në shitje. Për shembull, po të kapish referencën e fundit që ju sapo anoncuat, Shqipëria ka shit energji elektrike me 57 euro për megawatt, që do të thotë në fillim të muajit kaluar tarifat e energjisë elektrike sipas bursës hungareze, e cila është një bursë rajonale, ka qenë referencë për gjithë bursat e rajonit, çmimi i energjisë elektrike është diku te 110 euro për megawatt. Ndaj ne shesim energji me një çmim falas. Dhe gjithashtu, po ti referohesh atë që shitet çmimi i energjisë elektrike që shitet te konsumatori, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, qoftë edhe në Malzi dhe në Maqedoni, është një çmim i cili nuk i përgjigjet referencave të tregut të energjisë elektrike. Është i lartë çmimi për konsumatorin? Ndaj për konsumatorin ka një pjesë të konsumatorit të cilët nuk e kanë çmimin e lartë, sepse ka tarifa transmetimi, ka dhe tarifa shpërndarje të rrjetit për mirëmbajtjen e rrjeteve. Ka çmime, për shembull biznesi në Shqipëri e ka me 180 lek ose nga një herë ankohet biznesi për çmime. E ka një çmim goxha të lartë.
të lartë. E ka një çmim goxha të lartë. Për shembull, pastaj efekti zinxhir edhe prodhimi çmimi i energjisë elektrike mesatarisht është diku te 7 deri në 8 lekë për megawatt. Kurse për kilovat, kurse çmimin që ka sot biznesi shqiptar ka diku te 200 lekë kilovatin. Ndaj çmimi për biznesin në Shqipëri është shumë i lartë dhe ndikon direkt, ka impakt tek tarifat, tek çmimet tjera të produkteve. Natyrisht, një prodhues i bukës, po qoftë prodhuesit e bukës, qoftë të çdo lloj prodhuesi ka ndikim direkt. Blen energjinë me një çmim relativisht të lartë, do të rrisë çmimin e produktit, të bukës. Normalisht dhe kërkesa që bëhet në Kosovë për rritjen e çmimeve është një kërkesë e cila do parë mirë, sepse Kosova ka një problematikë tjetër. Kush është problematika e Kosovës? Kosova ka dy termocentrale, Kosova A dhe Kosova B, dhe ato janë termocentrale shumë me një teknologji jo shumë të kohës bashkëkohore dhe kanë pas probleme edhe në mënyrën se si programojnë programimin e energjisë, sepse ka momente që i bie bloku dhe mund të stakohen. Kështu që një marrëveshje e cila duhet patjetër që nëse ka super prodhim në Shqipëri, duhet nuk duhet të jetë vetëm tek superprodhimi në Shqipëri, por duhet të ketë një harmonizim të tregut të prodhimit të energjisë elektrike Kosovë, Shqipëri dhe Malizi, sepse jemi edhe me linja direkte të lidhura me 400, që do të thotë në momentin që Shqipëria ditën mund t'ju marrë energji dhe të rezervoj ujë në kaskadën e vet dhe natën mund t'ju shërbej këtyre me energji hidro në gjithë rajonin. Por meqense menaxhimi dhe përfitimi momental i këtyre menaxherëve të këtyre kompanive shtetërore është një menaxhim jo i suksesshëm, atëherë ndodhin fenomene që Kosova ka mungesë të energjisë elektrike, ndodh fenomeni që Malizi mund të ketë probleme me termocentralin dhe gjithashtu mund të importojë në sasira goxha të mëdha nga rajoni energji me tarifat zoti Elezi me një fjali, dy fjali. Dhe për ta përmbledhur, atëherë për t'i lënë edhe radhën e kolegut në Kosovë. Transmetimet në gjithë rajonin e Ballkanit kanë një zyrë për ankandet e kapaciteteve, e cila është në Malzi. Dhe kjo zyrë dhe çdo shtet i Ballkanit, qoftë edhe Kosova, duhet t'jape kapacitete sakta se sa ka kapacitet për transmetim, qoftë në hyrje, qoftë dhe në dalje. Dhe kjo zyrë menaxhon atë që quhet tenderi për kapacitetet. Por me çfarë shifet është bërë monopol i 2-3 kompanive rajonale të mëdha, të cilat blejnë kapacitetet para kohe dhe në momentin që abuzojnë me tarifat e energjisë elektrike që ushesin vendeve si Shqipëria, Kosova, Malizi etj. Faleminderit shumë zoti Elezi për faleminderit Jaho dhe falenderojmë Jaho dhe ftuarin tuaj zotin Elezi. Shkojmë në Radio Kosovë. Për fund, zoti Rafuna, nuk po shohim, nuk po dëgjojmë ndonjë ide, nuk po shohim ndonjë përpjekje për të dalë nga një situatë e tillë, duke u bërë zot të vetvetes në kuptimin e prodhimit të energjisë elektrike, por t'i renovuar apo më mirë të them për të ngritur një termocentral të ri, që mendoj se lekët parat për ndërtimin në një termocentrale ne tashmë i kemi harxuar duke bërë import dhe tani do kishim një termocentral tonin dhe do ishim të pavarur, do të mund të furnizonim edhe Shqipërinë, sidomos në kohë fasirash. Por në një situatë të tillë, a mund të përballoj biznesi kosovar çmimet, sepse me një ngritje tani të re do të ketë edhe të tjera, do të ketë edhe ngritje jo vetëm të faturës së energjisë elektrike, po do të shkojë shkallë. Mund biznesi kosovar ta përballoj këtë ngritje të energjisë apo po shohim edhe mbyllje biznesesh ose ikje të bizneseve në vendet në rajon? Po është një politikë jo mirë mendume, për shkak se dihet që çmimi i energjisë elektrike për biznesin është kosto operative dhe ajo kalkulohet drejt për në çmimin shec. Dhe çka ndodh, produkti jon kosovar në tregun e brendshëm do të jetë më i shtrenjtë se sa produkti importuar. Shto këto që kemi edhe produkte që eksportojmë jashtë në tregjet jo vetëm rajonale, po edhe në tregjet e Bashkimit Evropian, po ashtu do të ngritet çmimi për produktet tona edhe në ato vende dhe kështu do të bie kërkesa për produktin ton dhe do të kurrët prodhimi, kur s'ka kërkesë nuk ka prodhim. Kjo është shumë shqetësuese, po edhe më shqetësuese është mos planifikimi i mirë i qeverisë Republikës Kosovës për një plan se kur mi nxjerr bizneset në tregun e lirë. Ne kishim vitin e kaluar ku brenda 2 muajve u detyruan bizneset me dalë në tregun e lirë, ku u përballën me faktura të energjisë elektrike prej 200 deri 400% më të shtrejta se sa që i kanë pas më herët, dhe kjo ndikoi drejt për drejt që ato
ta ndalin planin e investimeve të cilin e kishin filluar, ose ato që se kanë filluar u detyrun që ta riorientojnë në panele solare dhe në bateri për ta ullë kërkesën për importimin e energjisë elektrike aq sa ka pas mundësi. Mirë po, shqetësimi më i madh është dhe kërkesa jonë si odë ekonomike edhe vitin e kaluar kur kemi ngritë zërin, kur kemi protestuar në kuptimin që me qenë një fazë tranzicionit, jo mu bë shpejt e shpejt këto veprime se kanë ndikim të biznesi, po me pas kanë ndikim edhe të konsumatori. Dhe Kosova duhet me punu me urgjencën në 3 drejtimet. E para, sa i përket një termocentrali të ri, jo e potencut, ne importojmë energji elektrike 200 milion në vit, dhe të tërë termocentrali i ri Kosovës së Re ka pasur të kushtoj 1.5 miliard, kështu që nëse kishte shtrinë në një periudhë kohore prej 6 deri 7 viteve ai ishte ndërtu. Dhe çka kemi bën, ai kemi humb. Tashmë do ishte në prodhim. Tash do të ishte në prodhim dhe jo vetëm që do të kishim sasi të mjaftueshme të prodhimit, por do të ishim të gatshëm edhe me eksportu dhe me furnizu edhe vendet e rajonit. E dyta na vjen shumë me urgjencë me punu te gasi amerikan. Kjo duhet me qenë një strategji dhe A ka mundësi të kthehemi edhe një herë me që ne kemi refuzuar? Ka mundësi, po neve po na ik koha. Se mundësia po ka edhe këto duhet ta kem parasysh pak edhe interesin strategjik të vendit tonë se me kënd duhet të bashkëpunojmë dhe kënd duhet lidhemi. Dhe Kosova dihet që është në vendin më pro-amerikan dhe nuk duhet largohemi prej këtij projekti dhe duhet sa më shpejt që të kyçmi edhe ne në gazin amerikan përmes Selanikut Shkupit. Dhe e treta duhet reforma urgjente që sa më shumë që të kena mundësi me ndërtu fushat të paneleve solare. Unë që një pjesë të energjisë elektrike që nuk e prodhojmë ose të kemi mundësi si shka, ne jemi duke bisedu vetëm për çështjen e çmimit të energjisë elektrike. Por shqetësuese është që tani prej 1 janarit në vendet e Bashkimit Evropian është vendosur taksa e karbonit. Ku energjia merr pjesë dhe me prodhimi, produkti i prodhuar prej thëngjillit merr pjesë edhe hyn te kjo taksa e karbonit. Kështu që na duhet me pa edhe piksoj perspektivës tjetër. Këto janë veprime që duhet urgjent me u marr. Shpresojmë që do të kemi qeverinë shumë shpejt, do të kemi Kuvendin e Republikës shumë shpejt, që do të kemi komisionin parlamentare që këta zotëritë e zyrët rregullatorit të energjisë elektrike i ftojnë, i marrin përgjegjësi se ata duhet të japin llogari për veprimet e tyre dhe duhet i përgjigjen Komisionit për Energjetik në Kuvendin e Republikës Kosovës, që është një komision funksional, dhe gjërat të ecin më shpejt se sa që i kemi pasur deri më sot. Zoti Rafuna, i falenderoj shumë që ishte sot në emisionin Pa Kufi. Faleminderit. Falenderojmë edhe zotin Rafuna. Ishe miq gjithë kjo që përgatitëm për këtë javë, me mua më Ndalisuf i ftuar në studio ishe Nefail Emini. Diskutuam në lidhje me krizën energjetike botërore dhe impaktin në rajonin tonë. Në studion e Radio Kosovës kishim të ftuar kryetarin e odës ekonomike të Kosovës, zotin Lulzim Rafuna. Bisedën e udhëtoqi Mirvete Uka. Në studion e Radio Malizzi kishim të ftuar Miranda Guzhina dhe kronikën e përgatitja Albana Kurti, ndërkohë në Radio Tirana i ftuari i kolegut Jahum Margjeka kishim zotin Eduard Elezi, ekspert ekonomik. Me mua, me Ndalisufit deri javën tjetër më veç. Ju falenderoj, miru dëgjofshim. Përshëndetje nga Tirana.